ku në fakt do të testohet vullneti dhe aftësia e Shqipërisë për të parafruar me standardet dhe legislacionin e BE-s. Paralelisht, Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm në zbatimin e agjendës së reformave dhe të rritjes në kuadër të planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, duke përmbushur 21 masa reformuese ndërmjet dhjetorit 2024 dhe qershorit 2025, një rezultat i shkëlqyer që bëri që Komisioni Evropian të disbursojë 99.3 milion euro për Shqipërinë, një tregues i prekshëm i angazhimit të BE-s për të stimuluar edhe më tej ritmin e reformave të shpejta në Shqipëri, sepse siç konfirmoi edhe presidentja von der Leyen gjatë vizitës së saj të fundit në Tiranë, kjo është edhe arsye sepse ne jemi këtu. Komisioni Evropian është gati të mbështesë Shqipërinë në çdo hap të rrugës së saj drejt realizimit të synimit ambicioz për mbylljen e negociatave të antarësimit deri në fund të vitit 2027. Për të përmbushur këtë objektiv ambicioz, ama Shqipëria duhet jo vetëm të ruaj, por edhe të përshpejtojë ritmin e reformave, prioriteti menjëhershëm për të arritur përparim të mëtejshëm për negociata është përmbushja e atyre që quhen piketat e ndërmjetme, që janë hapa konkret që shtetet anëtare i kanë përcaktuar si kërkesa themelore që çdo vend aspirant duhet të plotësojë. Këto piketa konsiderohen aq të rëndësishme sa pa përmbushjen e tyre nuk mund të mbyllet as provizorisht në një kapitull tjetër. Pra, raporti i vitit 2025 për Shqipërinë i publikuar dje është faktik dhe gjithëpërfshirës. Ne shpresojmë që të gjitha forcat politike, aktorët e shoqërisë civile dhe të biznesit, mediat si edhe qytetarët në përgjithësi do ta konsultojnë këtë raport, do ta lexojnë atë, pasi i jep një vlerësim të drejtë për ecurinë e vendit, vlerëson arritjet dhe jep merite ato ku meritohen, por në të njëjtën kohë thekson edhe fushat ku ka ngecë apo ku Shqipëria nuk po ecën përpara. Raporti ndjek të njëjtën strukturë dhe format si ai vitit kaluar. Periudha e raportimit mbulon 1 shtatorin 2024 deri më 1 shtator 2025 me zhvillime shumë të rëndësishme edhe për tek kësaj date të cilat janë pjesë e raportit. Dhe natyrisht që gjetjet e këtij raporti nuk duhet të jenë surprizë pasi ato pasqyrojnë përparësitë dhe sfidat që ne i kemi diskutuar rregullisht gjatë të gjithë vitit. Atëherë, ku ndodhemi tani? Më lejoni të them që në përgjithësi raporti i zgjerimit për Shqipërinë për vitin 2025 është pozitiv. Raporti konfirmon angazhimin e fortë politik të Shqipërisë ndaj synimit strategjik të integrimit në BE si përparësia apo prioriteti kombëtar. Raporti vlerëson të nivelin e lartë të dëshirës dhe ambicjes për të ecur përpara negociata që vazhdon të jetë ruetur në një nivel të njëjtë, por gjithashtu kujton se dinamika aktuale duhet të përkthehet në reforma më të shpejta në përputhje me standardet e BE-s. Raporti vëren gjithashtu faktin se Shqipëria ka vazhduar të jetë në përputhje të plotë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, një sinjal i fortë për rolin strategjik të Shqipërisë si partnere e besueshme në një kontekst gjeopolitik sfidues. Në lidhje me kriteret politike, raporti vlerëson që funksionimi i institucioneve demokratike është sfiduar pjesërisht, kryesisht për shkak të dinamikave si polarizimi i thellë politik, nevojës për reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti, mbikëqyrje së kufizuar parlamentare ndaj ekzekutivit dhe mungesës së konsultimeve domethënëse publike. Sa u përket zgjedhjeve, raporti citon zgjedhjet e misionit vëzhgues të OSBE-ODIHR-it, duke theksuar se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, po u shënjuan nga mangësitë të konsiderueshme përfshirë abuzimin me burimet publike që çojnë në mungesën e barazisë në garë. Por, më lejoni të them gjithashtu që në këtë aspekt dëshiroj të përshëndes krijimin së fundmi të Komisionit të Përbashkët Parlamentar për Reformën